Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah në falenderojmë, salavatet dhe salavatet qofshin për më të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Vllazë ndarsen, jemi duke folur në lidhje me Kur'anin, një tentim, një thirrje për një rikthim për një mend tek Allahu i lartësuar apo saktësisht tek libri i tij. Kjo mrekulli madhështore që ka shpallur profetit më të mirë, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e ka marrë Allahu i lartësuar përsipër rujtjen e tij. Dhe kjo seri quhet Malli për Kur'anin. Malli për Kur'anin, vetë titulli i kësaj serie tregon që e kemi një shkputje nga Kur'ani dhe na ka marrë malli të rikthehemi nga Kur'ani, të rikthehemi drejt Kur'anit, ta kapim fuqishëm dhe mos ta lëshojmë më derisa ta takojmë Allahun e lartësuar në ditën e gjykimit dhe të na thuhet prej Allahut të lartësuar lexo dhe ngritu. Lexo dhe ngritu, nga se grada e fundit e jotja do të jetë tek ajeti i fundit, të cilën e lexon, grada e fundit do të jetë në xhenet tek ajeti i fundit të cilën ti e lexon. Dhe kjo është një përpjekje së pari për veten, për familjen time, pastaj për juve të gjithëve dhe gjithë ata që i dëgjojnë këtë ligjërata, në mënyrë që ta marrin Kur'anin ashtu siç Allahu i lartësuar e ka shpallur, për mi nxjerr njerëzit nga errësira në dritë, për mi udhëzu njerëzimin, për mi udhëzu njerëzit dhe mi gjetë Allahun e lartësuar dhe me shpëtu nga zjarri i xhenemit dhe me shku në xhenet. Dhe kjo thirrje kemi filluar në ligjëratën e parë duke treguar për krizën që e kemi ne në raport me Kur'anin, sëmundjen të cilën duhet ta pranojmë, se poshtë se pranoj njeriu që është i smut në raport me Kur'anin, pra ka një farë krize në raport me Kur'anin, atëherë nuk mundet të më shëru. Pastaj kemi folur për fuqinë të cilën Allahu i lartësuar ka përshkruar, çfarë fuqie madhështore ka Kur'ani. Dhe pastaj kemi treguar se si duhet të rikthehemi Kur'anit, ndërsa sot do të flasim në një titull tjetër të ligjëratës, të cilën e kemi quajtur Kur'ani është udhëzim dhe shërim. Allahu i lartësuar e ka përmendur në Kur'an. Thot kul huwa lil ladhina amanu hudan wa shifa. Thuaju o Muhammed, atyre të cilët kanë besuar. Pra për besimtarët, Kur'ani është huda, është udhëzim dhe shifa, dhe është shërim. Dëgjoni me vëmendje, Allahu i lartësuar kur e përdor shprehjen shifa, nuk po thot ilaç, sikur një barn e caktuar, po përmend shërim. Nga se barnet, ilaçet, mujnë me pas efekt, mujnë me pas efekt. Po Allahu i lartësuar po përmend që është shërim. Domethënë shërim e kryen efektin e ilaçit. Është çështje e kryer, vetëm duhesh mi përdor sipas hapave apo sipas diagnozës të cilën Allahu i lartësuar ka përmendur në Kur'an. Dhe në përgjithësi, nëse ndalim me ky ajet ku Allahu i lartësuar thotë kul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa. Thuaju o Muhammed besimtarëve se Kurani për besimtarët, për ata të cilët e besojnë Allahun, e pasojnë pejgamberin, besojnë ditën e gjykimit, e besojnë që Kurani është fjala e Zotit, është shpallur prej tij përmes Xhibrilit tek i dërguari i fundit. Pra besimtarët është udhëzim dhe shërim. Allahu i lartësuar në këtë ajet pse e ka përmend bashkësaktësisht udhëzimin dhe shërimin? Pse e ka përmend fillimisht, e ka parapri udhëzimin para shërimit? Janë disa pyetje të cilat besimtari sapo nalet me këtë ajet i vijnë në mendje. Dietarët kanë përmendur një çështje më rëndësishme. Shejtani, armiku i përvetuar i njerëzimit, tenton që njeriu ta prish, ta devijon, ta çon në zjarrin e xhenemit nga dy aspekte. Aspekti i parë është mi aprish bot kuptimet. Mi aprish bot kuptimet të cilat i ka, pra besimin mi aprish. Mi aprish bot kuptimin për xhenetin, për xhenemin, mi mashtru me jetën e kësaj bote, komplet bot kuptimet e ndryshme që janë, çfarë Allahu i lartësuar i ka përmendur në Kur'an, shejtani tenton nga kjo derë mi aprish këto. Mi deviju kuptimet, mi jap kuptime çfarë dëshme. Për shembull, me ta jap shpresën e gjatë që ti ke jetuar në këtë dunja, ndërkohë që ne e shohim vazhdimisht që njerëzit janë ka lëshojnë këtë dunja, po vdesin, vjen shejtani dhe thot, hajt se gat kime jetu. Lesa ahireti ka vakt kur i vjen koha ahiretit. Po në për këtë dunja se këtu duhet mu logë, këtu kime jetu, këtu duhet mu knaq, edhe sikur ta zbeh bindjen që ti e ki për ahiretin. Kjo është një bot kuptim i prishur. Ndërkohë që besimtari, nëse lexon Kur'anin, mirë filli, ish dash me pas shpresën e shkurt për jetën e kësaj bote dhe bindjen vazhdimisht mi majt para syve xhenetin e xhenemin. Pra ahiretin me një fjalë. Kjo e para. E dyta, shejtani tenton me ta prish dëshirën për me punu.
vullnetin me punu. Në qëto dy aspekte, besimtari duhet mi marrë Kuranin dhe mi u qasë. E para, që është prishja e botkuptimeve, rregullohet përmes Kuranit, që është udhëzim. Udhëzimi i cili gjendet në Kuran ti rregullon botkuptimet. Qoftë për sabrin, qoftë për kënaqësinë, për dashurinë, për falënderimin, të gjitha botkuptimet që mujmë pas për ditën e gjykimit, dunjan, ahiretin. Pra Allahu i lartësuar po përmend që është udhëzim. Çka është udhëzimi? Udhëzimi është me ti rregullu botkuptimet. Çka i kiti botkuptimet në jetën tonë, në zemrën tonë? Çka ti me të thonë dikush, hajtë folëm për xhenetin. Sa mundesh me fol për xhenetin, pa unal. Hajtë me thonë dikush folëm për dunjan, sa mundesh me fol për dunjan. Hajtë me thonë dikush folëm për sprovat, folëm për begatit. Domethënë çtojmë botkuptimet. Varësisht sa je i lidhur me Kuranin, aq më shumë do ta godasësh cakun ashtu qysh Allah i lartësuar i ka përmendur në Kuran çdo botkuptime. Dhe e dyta që ke, mizbeh dëshirën, me ta prish domethënë vullnetin me punu, me vepra të mira. Nga se vëllazë na të gjithë e dijmë që namazi i natës për shembull është shumë i dashur tek Allah i lartësuar. Mirë po, nuk po na vjen çaja dëshira, çaja vullneti, mu fal natën. Me na thon dikush, po vera është nata shumë e shkurt, mirë para se me flajt, kush po të pengon mi fal disa recate? Para se me flajt, mi fal vitrin 3 recate, mjaftu edhe 2 recate. Qështu me vazhdu kot blet verën, që Allah i lartësuar pastaj në vjesh me ta mundsu mi shtu edhe disa recate, kur zgjatet nata me ta mundsu Allah i lartësuar mos gju natën. Që kjo zbehja dëshirës me bo, edhe pse ti e din një vlerë të caktuar që ka problem të caktuar, por nuk e vepron ata, është nga qastet ose nga mënyrat këndvështrimit që shejtani tenton me t'i zbej. E për që ta për mi shëru, duhet m'ju kthi Kuranit, që është shërim. Shërimi, të cilin Allah i lartësuar ka përmend në Kuran, ta shëron çdo të dytën, ta shëron dëshirën për me punu, dëshirën për me punu. Pra, Kurani, sikur të kap për dorë, edhe ti tregon të gjitha objektivat në një rrugtim që ti e ke marrë. Sikur një hartë, ti ka dhënë, këtu është kryeqyteti, këtu është qyteti, këtu është rruga kryesore, këtu është magjistralja, këtu është autostrada, këtu janë stacionet, këtu duhesh munal, këtu duhesh me respektu. Komplet ta tregon hartën e dunjas dhe të ahiretit, që qysh më ngrinë në xhenet. Dhe jo vetëm se kaq, po Allah i lartësuar në Kur'an ta shëron plagështin, ta shëron dembelin, ta shëron që dëshirën që ti më ngrit dhe me punu. Për këtë çështje, pra për rregullimin e këtyre dy çështjeve, Allah i lartësuar po përmend në Kur'an kul huwa lil ladhina amanu hudan wa shifa, thuaju që për besimtarët, ata të cilët besojnë, Kur'ani është udhëzim, ta tregon rrugën, ti drejton botkuptimet dhe është shërim të çon në rrugë, që ti mi njeh çat rrugë, me hec hapave çat rrugë. E ka përmend Ebu Darda, një prej sahabeve, një thënie. Ka ardhur një njeri nga Kufa dhe i thot selam po të bojin banorët e Kufës. Edhe Ebu Darda e këshillon me disa fjalë. Thot, bëni edhe ti selam. Dhe tregoju atyre që Kuranin duhet ta vendosin para syve të tyre. Sikurse një halk për hekrit që ju vendoset kafshëve, qofshin ato lop, deve, po blegdurive të mëdhaja, ju vendoset nga një halk në hum. Edhe kapen për ato halke, shtrëngohet dhe ngrehen në rrugë. Dhe Ebu Darda po ju thot, bëje Kuranin sikurse me të kap dikush për çat halk, edhe po të ngren në rrugën e udhëzimit. Po të udhëzon në rrugën drejt Allahut të lartësuar dhe ju thot fa innahu sayahmiluhum ala al-qasd was-suhula, nga se Kurani do t'i bardh besimtarët në qëllime të mira dhe në lehtësi, po ashtu do t'i mbron nga gjunahet dhe nga pikëllimi. Pra sikur po ju thot Ebu Darda, ky shok fisnik prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që Kuranin duhet ta bëni udhërrëfyes për në rrugën drejt Allahut të lartësuar. Dhe duhet ta vendosni para syve të juaj dhe sikur vetëm Kuranin po e shihni, sikur vetëm urdhat e Kuranit po i shihni dhe ndalesat dhe ti respektoni ato dhe ta kapni me seriozitetin më të madh. Pastaj shërimi a ndodh më të parën kur ne zakonisht semuremi në jetën e kësaj bote me ndonjë sëmundje. E keni pa terapia, ta zëmi për shembull antibiotikun. E ka një dozë të caktuar të cilën duhet ta marrësh. Po ja ke qellu antibiotikin, është kundër filan sëmundjes, asnjëri prej mjekëve nuk thot merr vetëm një herë. Po jo, merr 7 ditë.
vazhdimisht prej smundjes, 10 ditë, 2 javë, mëngjes, mbrëmje, dozën e madhe të arrit. Kurani nuk mjafton që ti mi shëru veten me një të lexuar, me një hatme. Ja duhesh një shoshim shumë të gjatë, që mi pas efektin e vet Kurani pastaj në zemrat tona, në shpirtat tona dhe me reflektu gjymtyrët mi u bin zemrës. Ne të gjithë i dim se vapin e veprave të mira, po shka mi u boshtë në gjymtyrëve, shka mi boshtë i trupi, pse s'po qohet për namaz të sabahit, pse po qohet me vonë, pse po qohet me vonesë. Problemi është që hala nuk u shëru zemra sa duhet, se kur të shërohet zemra sa duhet, që është mreti i organeve, mreti i gjymtyrëve, atëherë zemra komandon trupin dhe qohet madje para alarmit. Para se mi vendosti alarmi, i del gjumi. Pse? Se zemra është shëru. Zemra është e zgjuar. Ama problemi jonë është që qatë shumë e kemi të njollosur zemrën, të plagështuar zemrën, edhe mendojmë, supozojmë që me një hatme, e pak e kuptojmë atë hatme, u kry, e morëm shërimin. Ja, nuk mjafton. Leximi i Kuranit është shërim. Edhe nëse se kupton është shërim, mirë po nuk është shërim i plot. Është shërim që të kthehet sëmundja. Kur është shërim i plot? Nëse e merr edhe e kupton Kuranin, e zbaton Kuranin, e mediton Kuranin, dhe jo mëson të tjerëve, dhe reflekton në Kuranin, çush kena thonë derset e kalune, çush janë shpreh sahabët. Pothuaj se zemra dashni më ndal pe vendit, për gëzimit, për imanit, për përjetimit që e ka. Atëherë, vetëm atëherë, kur Kurani depërton në zemër, është sikurse drita që depërton me një dhomë. E shpor për aty hit errësirën. Vetëm atëherë, drita e Kuranit e shpor plagështin, e shpor e largon e gjun tutje komplet çdo sëmundje që e ka zemra. Andaj është përmendur kjo thënie, domethënë prej selefit. Po ashtu, Allah i lartësuar këtu po thot kul huwa lil ladhina amanu hudan wa shifa. Thuaj për ata të cilët besojnë. Ata të cilët besojnë, për besimtarët, Kurani është udhëzim dhe shërim. Kanë thonë për selefit që më parë ne e kemi mësuar imanin, pastaj e kemi lexuar Kuranin dhe me Kuran, me lexim të Kuranit e kemi ashtu imanin. Pra për mi pas ndikimin Kurani, më kon udhëzues për ty dhe shërim për ty, duhesh mi ripërtri imanin në Allahun e lartësuar. Mi ripërtri bindjen në Allahun e lartësuar. Se Allahu Rabbul Alamin është ka të flet ty drejt për drejt, përmes fjalës së tij. Kjo fjalë, ashtu qysh e ka zbrit Xhibrili, është e ruajtur. Qysh ja ka shpall pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ja ka lexuar sahabeve, e sahabët tabiinëve, e tabiinëve, e na ka vazhduar deri tek neve me zinxhir të ruajtur. Kur ta merr ti me këtë bindje, të pa epër, të pa lëkundur, thuaj se ti e ka dëgjon fjalën Kuranin prej Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, të shpallur prej Allahut, prej Xhibrilit. Atëherë ndryshe ti e kap Kuranin, ndryshe e kap me një seriozitet, ndryshe e kap Kuranin, pastaj edhe ky Kuran padyshim që do të reflektoj dhe do të ndikoj tek ti dhe do të shëroj dhe do të jetë udhëzues për ti. Gjë tjetër çfarë vlen të theksohet është vllazën që Kurani fillimisht nëse e kapim prej surës Fatiha deri te surja Nas, ajo çfarë vjen në pah më së shumti është që Allah i lartësuar në Kuran na njofton me veten e tij. Dhe ne kur ta marrim Kuranin me lexu, sa më shumë që e madhrojmë Allahun e lartësuar, aq më shumë kena madhru fjalën e tij. Do të marrim një shembull. Llogaritni ti njoftohesh me një person përgjithshëm. Person zakonshëm. Njoftohesh në aeroport, je duke prit diku, edhe unë jam filan Fistehi, ti kush je? Filan Fistehu. Edhe e përshëndet, edhe ky takim është i thjeshtë dhe shumë i ftoftë. Zgjatet njoftimi, zgjatet neja me këtë person. Pas një kohë e kupton që ky person ku ka shumë i shkolluar, me gradë PhD, profesor. Jo vetëm kaq, po që ka me pozitë në shtet. Pas ka kompetenca të mëdha që pas ka njerëz që janë punëtorë të tij, në punën e tij, pas e ndon një gradë ushtarake, e porosit dikon, e urdhron dikon dhe urdhri i tij shkon në vend. Tash, çitet ti veten te ky person. Edhe ky u ka të prezantuar që ka këtë përvojë, ka marrë pjesë në këto, ka këtë karrierë, edhe sa më shumë që ky përmend suksese, ty të rritet respekti për to. Të rritet e merr në konsiderat më shumë. Pra sa më shumë që ky person pi rritet pozita, tash fjalët e tij nuk i merr të zakonshme. Nuk i merr çfarë doshme, sikur një person i lagjes, sikur një xhamat i thjesht, një i moshuar ti thot disa fjalë. Jo, ky pas ka një sukses të madh. Tash kur Allahu i lartësuar, qysh Allahu të ka shembull më i lartë, vetë sa për parafrim, jo për krahasim, asesi. Prej surës Fatiha.
Allah i lartësuar na prezanton veten qysh në surën e parë. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb el Alamin. Zoti, drejtuesi, furnizuesi, krijuesi, drejtuesi i të gjitha krijesave. Alamin janë të gjitha krijesat. Gjithçka përfshihet. Me njëherë ta prezanton Allah veten e tij thot Ar-Rahman Ar-Rahim, i gjithë mëshirshëm. Mëshirploti, Malik Yawmiddin, sunduesi i ditës së gjykimit. Çdo gjë do të kthehet tek Allahu i lartësuar. Çdo kush kam i lahë hesapet në ditën e gjykimit. Kam i marrë punën e mirë, shpërblimin, për punën e keqe, dënimin. Me njëherë në surën e parë Allahu i lartësuar ti përmend 3 emra, 4 emra. Allahu, elhamdulillahi, falënderimi, lavdërimi takon vetëm Allahut. Para më thotë ti me çdo faqe tu e lexu Kur'anin, sa më shumë që Allahu i lartësuar përshkruan veten e tij, ty të rritet madhrimi për Allahun e lartësuar, të rritet dashuria për Allahun e lartësuar. Se ky Zot është ka të fol, ky Zot që është gjithë dëgjues, është gjithë shikues, o ka të fol ty drejt për drejt. Momentet që ti hin në botën e përjetimit të Kuranit, ti atëherë je në xhenet. Me trup, me shpirt, je halon në këtë botë, po me përjetim je në xhenet. Je në xhenet, e shijon ëmbëlsinë e Kuranit, e shijon ëmbëlsinë e imanit. Atëherë ti kur e dëgjon që Allahu i lartësuar ka përmendur këtë rast, edhe e ka përfunduar këtë ajet duke thonë që ai është i gjithë urti, e kupton që Allahu i lartësuar çdo gjë vendos në urtësinë e tij absolute. Nga se është alim, është më i dituri, me dituri absolute. Ty të rritet madhështia për Allahun e lartësuar, të rritet dashuria për Allahun e lartësuar. Në anën tjetër kur Allahu i lartësuar përmend dënimin për robët që i rebelohen Allahut të lartësuar, shtohet frika, shtohet dhe të aktivizohet vepra e zemrës, pendimi, kërkon falje tek Allahu i lartësuar, që mos më ngjazu atë. Edhe ti jeton pej faqes në faqe në rritje të imanit tënd. Kështu besimtari e shëron veten. Kështu besimtari e kërkon udhëzimin, i rregullon bot kuptimet e tij dhe e shëron veten e tij. Në Kur'an vllazëm, Allahu i lartësuar na njofton me veten e tij. Na njofton për pejgamberët, se Allahu i lartësuar është më i madhrishmi. Nuk na fol neve drejt për drejt, po i ka zgjedhur të dërguarit e tij më fisnik, më të mirët që më na uzrit shpallën përmes tyre, më na mbri neve shpallja. Pastaj Allahu i lartësuar në Kur'an na fol për fillimin, zanafillën e krijimit, qysh prej krijimit të Ademit deri në stacionin e fundit në xhenet apo në xhenem. Dhe në mes tyre na tregon sprovat që na presin. Në mes tyre na tregon sprovat që na presin. Dhe kjo vetëm për një qëllim, që Allahu i lartësuar ne mi ndjek udhëzimin e tij dhe me përfundu në xhenet, nga sa Allahu i lartësuar dëshiron e don që na mi u bind atij. E lyp që na mi u nënshtru atij. Na ka treguar rrugën e drejtë. Le që na ka treguar rrugën e drejtë. Po ta ka kallëzu Allahu i lartësuar çse e keni armik. Ky armik është i përvetun. Është betuar që kam i deviju njerëzimin. Dhe ti ka treguar format qysh i qaset njerëzve, për shejtanin e mallkuar. I qaset apo do djathtas, majtas, sipër, poshtë, përpara, mbrapa, i cyt ka udhëzu Allahu i lartësuar që ta lexosh surën Kërkim mbrojtëse kundër shejtanit, apo pe shejtanëve, qofshin ata pe njerëzve, qofshin ata pe gjinëve, surën Nas, e surën Felek, në mëngjes e në mbrëmje para se me flajt, vetëm që mi ndjek rrugën e udhëzimit dhe me përfundu në xhenet e me shpëtu nga zjarri i xhenemit. Pastaj Allahu i lartësuar në Kur'an, përveç që e ka bo përshkrimin e tij mënyrën më të bukur, në format më të mira, Allahu i lartësuar na ka treguar edhe rrugën e xhenetit, edhe rrugën e xhenemit, dhe na ka treguar armikun, që mos ta marrim për mik, po ta marrim për armik, qysh ai neve na ka si për armik, edhe ne të kërkojmë mbrojtje tek Allahu i lartësuar dhe ta ndjekim rrugën e udhëzimit që të përfundojmë në xhenet. Thot Abdullah ibn Mas'udi, thot aleikum bishifa'ain, al-Qur'an wal asl. Thot përmbajuni dy shërueseve. Cilat janë ato? Kurani dhe mjalta. Kurani si shërim për zemrën dhe shpirtin, e mjalta si shërim për trupin nga sëmundjet. Pastaj vllazën, tjetër çështje më rëndësi në ligjëratën e sotit është një fakt tjetër të cilin Allahu i lartësuar ka përmendur në Kur'an dhe vjen me pa nëse ndalem dhe meditojmë, është që Kurani i trondit shpirtat, i trondit dhe ju jep një goditje që nuk ka mundësi dikush që e lexon Kuranin dhe e kupton Kuranin, ato çfarë ka lexon, vetëm se pas leximit të Kuranit ka me dalë një person tjetër. Dhe Allahu i lartësuar na i përmend 3 shembuj. 3 shembuj që ne ta krahasojmë veten me këto krijesa se çu shto kanë pësu një tronditje pra të imanit, që mos gju, mos këndell, mos më kon në gaflet të shkujdesur.
Allah i lartësuar përmend: "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah." Këtë ajet e kemi lexuar edhe më herët. Allah i lartësuar thotë sikur ta zbrisnim Kur'anin mbi një kodër, kishemi pa atë kodër, atë mal të përulur, të bërë copë grim min khashyati Allah, nga frika prej Allahut të lartësuar. Allah i lartësuar po përmend kodrën, njëra nga krijesat më madhështore të cilën ne çdo ditë e shohim. Dhe e keni pa sa vështirë është një kodër kur të shembet ngurt prej saj, sa vështirë është mi largu prej rrugës, apo sa vështirë është mi shpu me ata hillta të mëdhaj, mjecet moderne, sa vështirë është me shpu. Allah i lartësuar po përmend dhe po na tregon, sikur Kur'anin t'ia zbrisnim një kodre, kjo kodër kish më për ul, kish më bë copë grim prej peshës së madhe prej Kur'anit, peshës së madhe të Kur'anit nga frika prej Allahut. Tash ne ta krahasojmë, pse nuk po na e dridh zemrat tona, shpirtin tonë ky Kur'an. Problemi është tek ne. Se ky Kur'an më pas zbrit kodrës kish më jap këtë efekt. Allah i lartësuar për përmend. Ajet tjetër thotë: Allah, walau anna Qur'anan suyirat bihi al-jibalu aw qutti'at bihi al-ardu aw kullima bihi al-mauta. Thot Allah, sikur të ishte një libër me të cilin ecin kodrat, lëvizin kodrat, apo qahet toka, apo do të flisnin të vdekurit, do të ishte ky Kur'an. Do të ishte ky Kur'an, nga pesha e madhe e Kur'anit. Pra Kur'ani ka si fuqie, sikur Allah i lartësuar të jep të leje, po i thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikur të ishte ndonjë libër i mëparshëm, të cilën Allah i lartësuar ka shpallur, me të cilët lëvizin kodrat, qahet toka, e flasin të vdekurit, pra nga pesha e madhe që e ka, vendikimi do të ishte ky Kur'an. Po ashtu Allah i lartësuar përmend në një rast tjetër: وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. Allah i lartësuar i përmend disa krijesa, jo nga njerëzit, po nga xhenët. Thotë kur kanë shku dhe kanë dëgjuar një grup prej xhenëve Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam duke lexuar Kur'an. I kanë thënë njëri tjetrit, "Heshni, ta dëgjojmë Kur'anin." Sa po e kanë dëgjuar Kur'anin, janë kthy më një herë aty në çast. Sa kaq tek populli i tyre, në mënyrë që t'i përkujtojnë dhe t'i qortojnë. Pra ndikimi i Kuranit, me një të dëgjuar, me të kuptuar çfarë Allah i lartësuar po ju përmend, çfarë po ju flet, janë shku tek popujt e tyre si përkujtues, këshillues dhe qortues. Mirë, t'ja bëjmë na një pyetje vetit. Sa ka kohë që ne e lexojmë Kuranin, e dëgjojmë Kuranin? Pse ne nuk i flasim vetes? Pse ne nuk reflektojmë tek familjet tona? Me shkuam ja tërheq vrejtjen familjeve tona nëse kemi anëtar që s'falen akoma. Mi kap, mi dridh, mënyrë kuptimore. Zgjohu nga gjumi, nga mpirja dunjas, çu falu se je gjallë, se kur vdek, u kry më çështja. S'ka mo dikush më kthye më fal. Pse ne nuk e marrim seriozisht çka i bjen khalidin fiha abada, përgjithmonë dhe kurr mos më dal asnjëherë prej xhenetit apo prej xhehenamit. Pse nuk na shtyn që kjo? Pse flejmë na me komoditetin më të madh? Thuti e kena marrë biletën për në xhenet, për neve, për familjarët tanë, dhe nuk friksohemi një ditë që do t'i dalim para Allahut. Nuk friksohemi se qysh ndonjë familjarë joni që akoma nuk falet, ndoshta do të përfundon në zjarr xhenemit. E kur dalim në ditën e gjykimit, e të na thojnë këta persona: "A keni bëu sa duhet? Pse s'na keni tregu?" Kanë na thonë vallahi: "Pse s'na keni tregu?" E që ta pse s'na keni tregu, duhet me bëu sot përpjekje, që mu justifiku tek Allah i lartësuar. Me thonë: "O Allah, unë maksimumin e kum bë." Apo jo më lut për ta. I kum thirr me butësi, në herë edhe me ashpërsi, ju kum boll dhurata, këtë format, me butësi, me hikmet, me dije, me krejt. Ju më shku në përderë se kum marr dije që më shku mja përcjell këtë dije. Ja kum përmend, çfarë shka na ka thonë Allah në Kur'an, çfarë fara hadithi na ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e kështu me radhë, me bëu përpjekje. O Allah, nuk duhet me flajt, derisa ta udhëzojmë fillimisht veten tonë, familjet tona, shoqërinë tonë, lagjën tonë, mahallën tonë, se kanë me na vet, me çata njerëz që ti përshëndetësh. Përshëndetje, mirë mëngjes, mirë mbrëma. E urojnë të mirën e selam aleikum, me qëta. Mas pari, kemi përgjithësi. Pastaj me tjertë me radhë. Pastaj, vllazën tjetër çfarë duhet të kena parasysh në lidhje me Kur'anin, e ka përmendur Ibn Qayyimi një çështje. Kur'ani çaq madhështor është, saqë është fjala e Zotit, të cilën Allah i lartësuar e përshkruan veten e tij në Kur'an. Dhe kush nalet dhe e lexon Kur'anin nga ky aspekt, me do e mos, me plot bindje them, me do e mos, domosdoshmërisht, patjetër, do të ketë një tronditje për të cilën folëm në fillim.
do të ketë një zgjim nga mpirja e dunjas, nga gafleti që na ka kaplu. Qysh është ai lexim? Thotë Ibn Qayyimi. Thotë nëse e merr Kur'anin dhe e lexon me vëmendje. Qysh i bën me vëmendje? E merr mushafin, e lexon arabisht, një përkthim shqip, edhe një fletore. Fletore po me shënu, ose tablet, ku dush shëno. E merr e lexon surën Fatiha, e lexon surën Bekara, edhe i zgjedh ato ajete në të cilat Allahu i lartësuar e përshkruan veten e tij si i mëshirshëm. I shkruan numrin e ajeteve, numrin e faqes. Edhe bën ajetën të cilën Allahu i lartësuar i ka premtuar besimtarëve xhenetin. Çka duhet me bëj për me fitu xhenetin? Çka me bësh për xhenemin? Edhe e merr e bën projekt të vitit. Edhe e merr një orë ditë, një gjysmë orë ditë. Dhe kur vjen fundi i vitit, ti e ke lexuar hat me Kur'anin me meditim. Dhe ke mbledh një fletore ku i ki da ajetet, cilat janë inkurajuese, cilat janë kërcënuese, ku e ka përshkruar Allahu i lartësuar veten e tij si mëshirues, ku e ka përshkruar Allahu i lartësuar dënimin e tij e kështu me radhë, atëherë do ta ketë ndikimin Allahu i lartësuar, fjala e Allahut të lartësuar. Atëherë do të jetë fjala e Zotit, Kurani udhëzim dhe shërim. Vetëm atëherë, ajo vetëm lexim, kalim thi, shpejt e shpejt. Nuk po gozoj me thonë shkele shko. Po më marrë me thonë ashtu, se as çato kanë njerëz pivojmë, as lexim shpejt e shpejt, po duhet ta ripërtrijim lidhjen tonë me Kur'anin. Duhet, nëse dojmë zgjim, nëse dojmë ndryshim, duhet mi rregulluar raportin tonë me Kur'anin. Allahu i lartësuar e përmend Ibn Qayyim thotë, nëse e merr ajetet dhe e shikon, kur Allahu i lartësuar i përmend sifatet e tij të bukura, emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta. Dhe i sheh se Allahu i lartësuar nuk ka asnjë mangësi, nuk ka asnjë mangësi. Të gjitha emrat i ka të përsosur dhe absolut, me do mos thot Ibn Qayyimi, ty ka me të rrjedh në zemrën tonë një dashuri për Allahun i lartësuar. Pastaj i kalon disa ajete të tjera ku Allahu i lartësuar e përshkruan veten e tij me mëshirë, me dëmshëri, me bamirësi, me mirësi ndaj besimtarëve, ty në zemër të ngjallet shpresa. Ka me domosdoshmë. Domethënë patjetër ka me dalë në zemër shpresa, ka me të gufu. Pastaj nëse i vazhdon dhe i lexon disa ajete të tjera ku Allahu i lartësuar përmend drejtsinë e tij, zemrimin e tij, hakmarrin e tij, ka një farllë frike në zemër. Apo është? Një herë dashuri, një herë shpresë, një herë frikë. Këto vepra të zemrës. Këto ti ngjall më së shumti Kurani, fjala e Zotit, duke marrë parasysh se Allahu i lartësuar po të flet. Pastaj vazhdon dhe i lexon ajete ku Allahu i lartësuar përmend ngjarje të ndryshme dhe i përfundon ato ajete duke thonë që Allahu është gjithë dëgjuesi, gjithë shikuesi, i gjithdijshmi. Të ngjallet në zemër turpi prej Allahut të lartësuar. Vjen marrë që Allahu i lartësuar me të pamin një gjendje që Allah nuk është i kënaqur. Me dëgju, me fol disa fjalë që Allahu i lartësuar nuk është i kënaqur mbi teje. Dhe ti e din që Allahu i lartësuar është ka dëgjon. Ama ti ja përkujton vetit me ajete, duke e lexuar vetit që Allahu dëgjon, se Allahu të shikon, Allahu është i gjithdijshëm, ato është ka ti e ka mendon. E kështu me radhë, ti je dëshmitar i përshkrimit të Allahut të lartësuar në robubien e tij. Se Allahu i lartësuar është i gjithfuqishëm, çdo gjë e drejton, se Allahu i lartësuar këtë kozmos e ka në dorë. Çdo krijesë nuk lëviz vetëm se me lejen e Zotit, nuk ndodh asnjë ndryshim pa fuqinë dhe pa lejen e Allahut. Kjo të bën ty shumë komod dhe mbështetesh tek Allahu i lartësuar, ndihesh i sigurt tek Allahu i lartësuar dhe nuk ndjen frikë prej askujt tjetër përveç se prej Allahut të lartësuar. Kthehesh tek ai, mbështetesh tek ai. Pastaj kur e sheh që Allahu i lartësuar e përshkruan veten e tij që vetëm ai meriton të adhuru, se vetëm ai është i adhuruar i vetmi i vërtet. Ti të gjitha shpresën, të gjitha lutjet, të gjitha adhurimet i lidh vetëm me Allahun i lartësuar. Pastaj pikë tjetër në ligjëratën e sotit çfarë dua ta përmendë është që Kurani duhet ti ndërtoj shtëpitë tona, ti gjallëri shtëpitë tona. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin të cilën e shënon Imam Muslimi prej Ebu Hurajrës, la taj'alu buyutakum maqabir. Mos i shndroni shtëpitë juaja në varreza. Mos i shndroni shtëpitë juaja në varreza. Çu ka mundsi? Mundësia është inna shejtane yanfir min bayti alladhi tuqra fihi suratul Baqara. Mos i shndroni shtëpitë e juaja në varreza, pa lexoni Kur'an. Nga se shejtani ik për atyre shtëpive në të cilat lexohet surja Baqara. Mirë po çash është dofsu lidhja jon me Kur'anin, saqë ka vijnë pyetjet, a ka mundësi që shejtani me ik për shtëpisë nëse ne e lëshojmë surën Baqara nga telefoni apo nga laptopi, po veç zërin më dëgjuar si melodi. Në pyetja dhe kërkesa është që ne ta lexojmë surën Baqara. Ne ta lexojmë, edhe ta kuptojmë, edhe ta studiojmë surën Baqara, të jetë projekt 10 vjeçar me familjen tonë. Ti kujtojmë çka ka lyp Allahu i lartësuar në surën Baqara për nesh.
Mirë që ta mësojmë Bekarin, ta mësojmë përmendsh. Pse mi largu pejmandve që mësuar surën Bekare përmendsh. Pastaj Allahu i Rasuluar thotë: "Wa kadhalika uhayna ilayka ruhan min amrina." Ne ta kemi zbritur ruhan. Kur'anin e ka quajtur Allahu i lartuar shpirt. Pra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam po na tregon që shtëpitë pa Kur'an janë sikurse gërmadha, sikur varreza. E shtëpitë me Kur'an, po që Allahu i lartuar e ka quajtur shpirt, ato shtëpi me shpirtin brenda janë të gjalla. Sikurse trupi që me shpirt është i gjallë. Edhe ato shtëpi në të cilat lexohet Kur'ani, kuptohet Kur'ani, mësohet Kur'ani, janë të gjalla. Po ashtu Allahu ibn Mas'udi thotë: "El bayt alladhi la tuqra fihi al-Qur'an kamathali al-bayt al-kharabi alladhi la 'amira lahu." Shtëpia në të cilën nuk lexohet Kur'ani është sikur një gërmall, një shtëpi e rënuar që nuk jeton kërkush në ta. Po ashtu është përmendur nga Ibn Sirini, thotë, në shtëpinë në të cilën lexohet fjala e Zotit, lexohet Kur'ani, zgjerohet shtëpia, ju zgjerohet gjokset, lumturia familjarëve, banuesve të asaj shtëpie, shtohet mirësia dhe zbresin me lajket. Se kur të largohen shejtanet, vijnë me lajket dhe e përfshin atë shtëpi bereqeti. Për këtë vëllezër duhet ta kemi parasysh se njerëzit kanë pasur hyrje të caktuar, edhe nëse ju kanë ik e kanë kompenzuar. Aisha radhiyallahu anha, nëna besimtarëve, e ka lexuar wirdin e saj të Kuranit, edhe duke qenë shtrirë në shtratin e fjetjes. Po ashtu përmendet nga Wakiu, i cili e ka lexuar 1/3 e Kuranit për çdo natë. Çdo 3 ditë e ka bëu hatme Kuranin. Po ashtu nga Abdullah ibn Omeri, kur është pyetur se çysh ka qenë veprimtaria e tij, ka thënë njëri prej të afërmëve të tij, ka thënë nuk keni mundësi ju mi përballu programin e Abdullah ibn Omerit. Ka thënë çysh ka thënë? El wudu li kulli salat wal mushafu fi ma bainahuma. Abdes për çdo namaz e në mes të namazeve mushafin para dorës. Merreni me mend çfarë orari dhe çfarë dinamike në ibadet ka pas Abdullah ibn Omeri. Ky Abdullah ibn Omeri është ai i cili e ka pa ëndrrën, ja ka treguar Hafsa, gruaja e pejgamberit, ka qenë motra e tij, sikur e kanë marrë 2 me lajke dhe e kanë gjujt në zjarr. Pak para se më mri në zjarr, i ka dalë gjumi. Dhe këtë ëndër ja ka treguar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Çfarë ka thënë pejgamberi? Ja thonë ni'mal abdu Abdullah law kana yaqumu al-layl. Sa robi mirë është Abdullah, sikur vetëm të falë natën. Nga ai moment kur se kalon namazin e natës. Sa robi mirë është Abdullah sikur të falë natën, sikur të vazhdonte mu fal natën. Pra gjitha këto vllazën janë thirrje që ta ripërtrim lidhjen tonë me Kur'anin, ta marrim Kur'anin për udhëzim, të rregullojmë botkuptimet tona, ta marrim Kur'anin si shërim, që ta rregullojmë gjallërimin tonë, domethënë atë dëshirën, vullnetin për me punu, pastaj të rregullojmë botkuptimet tona, pastaj të marrim për irnek ato çfarë Allahu i lartësuar ka përshkruar në Kur'an dhe e ka prezantuar veten e tij dhe ne ka prezantuar pejgamberët dhe ne ka treguar që ata njerëz kanë qenë, dhe ata kanë pas sfida, madje ne ka treguar edhe për besimtarët që janë sprovuar me lloj-lloj sprova, megjithatë ja kanë dalë mban, duke mbështetur në Allah, duke kërkuar ndihmë prej Allahut dhe duke e lexuar Kur'anin, ta njohim Allahun përmes emrave të tij, cilësive të tij, të na shtohet dashuria, të na aktivizohen veprat e dashura, veprat e zemrës, të cilat Allahu i lartësuar i don dhe janë shumë më të vlefshme si kategori nga kategoria e veprave të gjymtyrëve, dhe pastaj ta marrim Kur'anin si gjallërim për shpirtat tonë, për shtëpitë tona dhe shpirtat tonë. Nëse një shtëpi është e vdekur, është sikur një gërmall pa Kur'an në të, çfarë mund të themi për një gjoks, për një zemër që nuk ka Kur'an në të? S'po flas vetëm për që nuk ka sura përmendsh, po flas që nuk lexon Kur'an as pak, i kalon java, muaj, viti, s'lexon Kur'an. Ajo është 20 ditë që ka rënë gjallë. 20 ditë që është ka adhuron Allah. Nëse një person nuk pin ujë, e ka plën etja dhe gati thahet, a livanoset, e vdek, njëjtë është edhe me zemrën edhe me shpirtin, vetëm se ka një herë dhimbt nuk i ndjen. Po edhe vetë mos ndjerja e dhimbjeve e sëmundjes është dënim, të cilën e kemi përshkruar në ligjëratat e kalune. Andaj kjo është një thirrje që të rikthehemi Kuranit, të kërkojmë ndihmë Allahut të lartësuar, të largojmë barrierat, pengesat mes nesh dhe librit të Zotit. Ato barriera janë gjunahe, mendjemasi, shejtani e kështu me radhë, dhe një përparësi dunjas, dhe ajo e fundit është, thot Allahu i lartësuar në Kur'an, "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana."
ata të cilët bojnë xhihad, bojnë përpjekje të parreshtura. Bijin, zgjohen, plagështohen, ngriten, i folin vetit për xhenetin, për xhehenemin, i folin vetit për ftesat të cilat Allahu i lartësuar ju ka bë, për sevapet të cilat Allahu i lartësuar i ka përgatitur për ata të cilët e lexojnë Kur'anin. Pra e luftojnë vetveten, nuk i dorëzohen më njëherë dëshirave të mbelisë kështu më radh. Lanahdiyannahum subulana. Kena mi u lecu, kena mi u udhëzu, kena mi u letu rrugën, ndjekjen e rrugës tonë. Allahu i lartësuar është më i vërtetë në fjalët e tij. Allahu i lartësuar kur të premton nuk e thën premtimin dhe vetmja është e jona të përpiqemi dhe të sheh Allahu i lartësuar sidq, pra pse kemi për një mend që jemi të vërtet në pretendimet tona me Allahun e lartësuar dhe lutim Allahun e lartësuar të na jep sukses në këtë botë dhe në botën tjetër dhe Kur'anin ta bëj pranverë të zemrave tona dhe dritë të gjoksave tonë. Subhanakallahu bihamdik la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.